Çfarë do të thuash? Çfarë do të thotë saktësisht? Mos më ço aty se kemi dhe ministrin. Kështu që kam përshtypjen që ka boll dhimbje, nuk ka nevojë më shumë prej nesh. Natyrisht që kemi sfida, por siç ju thash përpara hyrjes në këtë sallë, jemi në një periudhë kohe ku Europa po sillet shumë mirë me ne. Është e vështirë që të bësh biseda pikante, edhe rreziku për të qenë i mërzitshëm është shumë i madh. Rreziku që ti bëjmë të gjithë këta të rinj të mendojnë që po humbasin kohën me ne duke dëgjuar të gjithë lavdet tona, sa mirë po ecën Malizi, sa Shqipëria po ecën mirë, është i madh. Ajo çfarë mund të them është që në përgjithësi besoj që në këtë pikë në kohë ne po ecim më mirë se Europa. Keni ende besim të procesi antarësimit në BE, çfarë do të thuash me këtë? Është ende një objektiv i rëndësishëm për vendin tuaj, do të jetë transformues? Dëgjoni, unë kisha besim edhe në kohën kur ishte qesharake për të pasur besim, por jo vetëm unë, por shumica dërmuese shqiptarëve, më shumë se 90% e tyre i besojnë Europës dhe Bashkimit Evropian, antarësimit në të, sepse për ne nuk është asgjë pos asaj që ishte për etrit themelues, që më së fundit të jemi në pozitën ku zgjedhim lirisht të jemi dhe jemi të sigurt. Për ne, kjo është një bindje shumë e fortë, një besim i patundur dhe çfarëdo që të duhet, do të jemi pjesë e betejës për të qenë pjesë. Qysh prej agresionit kundër Ukrainës, fal Vladimir Putinit, Europa u zgjua me zhurmë. Dhe jo vetëm po thotë se sa e rëndësishme është gjeopolitikisht për ta marrë Ballkanin perëndimor brenda, por po bën edhe më të mirën të mundshme për ta shpejtuar një gjë të tillë. Ne aty ishim edhe më parë, punonim fort edhe më parë. Përmbushnim kriteret për nisjen e negociatave edhe më parë, që u konfirmuar 3 herë me radhë nga Komisioni Evropian, por u refuzuam pikërisht sepse fjalët e veprat ishin larg njëra tjetrës. Tashmë Europa është e tëra pro kësaj në lëvizje për të arritur këtë gjë dhe me shpresë më së fundit do të arrijmë këtë objektiv, do të realizojmë një ëndër dhe më pas një epokë e re, një jetë e re do të zërë fill, natyrisht me sfidat reja, sepse sfidat janë gjithmonë pranishme, nuk do të marrin kurrë fund. Po së paku do të kemi te i kaluar këtë pengesë jashtëzakonshme midis nesh dhe vete, sepse ne përkasim aty dhe nuk mund të qëndrojmë jashtë. Faleminderit shumë. Ministri Stephen Doughty, Mbretëria